Gjendemi në Bunavi, në qendrën e arsimit profesional të ushtarëve. Pika kyçe e formimit fillestar të çdo rekruti të ri, padyshim, po edhe të profesionalizimit të vazhdueshëm të ushtarakëve tanë. Vlen të theksohet se në këto momente të katëroshin që pason, ne po përmbyllim segmentin e parë të rekrutimit për vitin 26, ka 3 sesione rekrutimi. Që është e vërteta, përgjigjja ka qenë shumë pozitive, masive, do të thoja, për kuotat që kemi për këtë rekrutim të parë të 2026, 200 vende, të cilët praktikisht do të shpërndahen për një pjesën më të madhe këtu, në bunëpartë të tjera, qoftë në regjimentin e Këmbësorisë së Veriut, qoftë edhe në poshnje dhe në forcat speciale dhe në zallë herë. Ajo që kemi filluar të bëjmë në formojmë ushtarakët dhe rekrutët e rinj është, siç e kemi përmendur dhe theksuar dhe më parë, rinovimi i infrastrukturës në tërësi. Këtu sapo ka përfunduar faza e parë që ka të bëjë me veshjen, izolimin dhe përmirësimin. Është një reparti i cili që prej 2003-shit ushtron këto funksione kyçe dhe është brenda përparë në fazën e dytë ashtu në apo jo gjeneral, në mënyrë që të kemi një repart absolutisht ideal sipas standardeve. Në vit të rekrutimit të forcat armatosura kemi përbërë vetëm në rekrutit, po përbërë edhe nga kandidatët për oficer. Absolutisht. Në ligjente ata që shkruajnë sistemin trevistar bacelor dhe kurse për pjesë oficerit të rinj. Absolutisht. Ka një peshë të jashtëzakonshme në gjithë karrierën e tyre, sepse ata mund të shkojnë punën që bëhen nga personeli për një këtu, fillon procesi i përshtatjes, nga 3 javë e para që quajmë ato periudhën e ashtu që ferret që qëndrojnë të izoluar. Karantina. Ajo ashtu që të karantinë e dikushme dhe e kalojnë më së miri, sidomos janë befasuar nga cikli i fundit që atyre që janë minimalist Misioni ynë është edhe që të krijojmë kushtet që të rilinë vokacione gjenerale. Absolutisht. Dhe në gjithash ka shumë të bëjmë mënyra se si ne i presim në ato javë, mënyra se si au impostojnë liderin që ata shohin veten projektuar te ne. Nëse ne jemi jo friendly, por jemi rude me ta, kjo do t'i jep impakt, por kam përshtypjen nga eksperienca që kjo strukturë ka ndër vite, mbi 25 vite që merret me këtë trajnim, kanë mjaftueshëm përgatitje dhe nivel për të bërë një pritje dhe një tranzicion mjaft të butë nga qytetar në qytetar me uniformë dhe pastaj na vjen ne për t'i trajnuar e t'i bo Shumë sakt. ushtarak Shumë sakt. fighters.